Muaji i mjaltit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 duket se ka përfunduar në momentin që Luizeli i kaloi pragun e derës për të dalë. Pa prezencën e tij, banorët janë rikthyer menjëherë habitatit të tyre të vjetër, debateve të ashpra, tensioneve dhe tashmë edhe përplasjeve fizike. Një debat i ashpër mes Kristit dhe Rogertit ka degraduar me shpejtësi duke kaluar çdo limit të lejuar. Në gjaktësi e sipër, Kristi e ka marrë një shishe ujë dhe ja ka hedhur në drejtim të Rogertit. Nga pamjet e siguruara, situata duket serioze. Përveç ujit, në video duket qartë që edhe shishja e ujit e ka prekur lehtë në kokë Rogertin gjatë hedhjes, duke shënuar kështu një kontakt fizik të ndaluar. Pas këtij veprimi të pakontrolluar, sytë janë drejtuar nga vëllai i madh. Pritet një reagim i menjëhershëm dhe një masë disiplinore ndaj Kristit për këtë incident që synon integritetin fizik të banorëve. Që me hyrjen brenda në shtëpi, të gjithë banorët kanë firmosur një kontratë ku atyre nuk ju lejohet që të prekin të tjerët apo aq më tepër t'i dhunojnë, sidomos me sende fizike, dhe tashmë, edhe pse Kristi duket që është bërë pishman, situata ka degraduar aq shumë sa të gjithë po presin vendimin e vëllait të madh. Nuk dihet nëse edhe Rogerti do dënohet, pasi gjua e tij ka bërë që të gjithë ta kërkojnë që ai të dalë jashtë, ndërkohë që ai është ende brenda. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se duhet të dënohen të dy apo është vetëm Kristi fajtor? Dhe gjithashtu, çfarë vendimi mund të ketë marrë vëllai i madh? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.